Në forumin ekonomik për të ikufive që u mbajt në Shkup, biznesmen dhe përfaqësues të institucioneve nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kërkuan thellim të bashkëpunimit ekonomik rajonal me synim rritjen e shkëmbimit tregtar nga 207 milion euro në 1 miliard euro. Ambasadori i Shqipërisë në vend, Denion Mejdani, theksoi se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut duhet ta kthejnë afërsinë gjeografike në partneritet ekonomik, duke kaluar nga dialogu në projekte dhe investime reale. Sipas tij, zhvillimi ekonomik dhe turizmi nuk mund të ecin pa infrastrukturë moderne. Korridori 8 është një projekt strategjik, është linja që lidh Adriatikun me detin e Zi, është rruga që bashkon tregjet, shkurton distancat, rrit sigurinë dhe i vendos vendet tona në zemër të një arkitekture të re ekonomike evropiane. Në politik shpesh flitet për misi, në ekonomi misia promovohet me projekte. Dhe korridori 8 është një nga ato projekte që mund ta kthejnë fëqinjsinë në partneritet dhe partneritetin në fuqi zhvillimi. Dhe pikërisht kjo është sfida e rajonit tonë sot, të ndërtojmë më shumë ndërvarësi ekonomike, më shumë lidhje infrastrukturore dhe më shumë bashkëpunim real mes vendeve tona. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandr Nikolovski theksoi se bashkëpunimi ekonomik mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut është pozitiv, por ende larg potencialit real të dy vendeve. Тук е напишано дека минатата година размената достигнала 180 милиони евра или зголемување од 40 милиони евра споредено со 2020 година. Ако гледате како статистика, ова е добро. Во првиот квартал од оваа година размената е 38 милиони евра и ова, ако гледате како статистика, е добро, но имајќи предвид поврзаноста на двете држави, ние не само што сме соседни држави, туку значаен дел од населението во Македонија од албанска националност и тоа дополнително треба да ги поврзува двете држави, тогаш овие бројки се секако незадоволителни и треба да бидат многу повисоки. Sipas kryetarit të Odës Ekonomike Branko Aziski, bëshllëqet institucionale dhe ekonomike po shfrytëzohen më mirë nga ekonomia informale dhe krimi se sa nga biznesi formal. Што да кажам за размената, кажа заменик премиерот, само он кажа во евро, јас ќе кажам во долари, 207 милиони долари се свртени минатата година. Јас би рекол страм да ни е на бизнисмените, криминалците се пред нас во ова работа. Тие многу по-добро и по-ефикасно ги користат сите пропусти што ги прави и државата и бизнисот и многу полесно воспоставуваат релации на Балканот, што треба да не сврстава во страната која што е практично губитник во целиот процес. Дајте да се обединиме, да ги затвориме дупките, да го легализираме прометот и да ги направиме Македонија и Албанија една држава и еден ентитет кој што ќе го дигне прометот од 207 на милиарда евра. Тоа е целта што треба да се направи. Како? Со агенда. Në fokus të diskutimeve ishin forcimi i lidhshmërisë infrastrukturore, hapja e korridoreve për vende pa dalje në det, lehtësimi i barierave doganore dhe pozicioni i portit të Durrësit si alternativë strategjike ndaj portit të Selanikut.